Në një qytet që ditëruaj traditën e të kombinojë shijen me kulturën, Lezhë ka festuar për të 22 vit radhazi festin e Shegës, frutit simbol të qytetit që sot është thyer në një ikonë të identitetit lezhjan, e nisur fillimisht si një nismë e thjeshtë për të promovuar një frut autokton. Festa është ndërruar një ngjarje gastronomike, kulturore dhe turistike që mbledh çdo vit guzhinier, artizan e vizitor. Ka 22 vjet më përpara, i grupi intelektual ishim lëll dhe ta identifikoshim Lezhën me diçka mjedisore. Edhe që ta venim në rrugën e traditës, që fatmirësisht sot unë një vetën shumë krenar. Unë emrin e Shegës, në 14 intelektual që i përkiqin ma shumë kulturës, lidhësha jo thjesht si mjedisor, si ekspert mjedisit, por ma shumë në tona kanë vështërimi që ka kjo bim. Po, kanë vështërimin botanik është bim e rrezikuar në nivel botnor. Në këndvështrimin e përfitimit shëndetësore për njeriun, është përsëri është pa numër. Gjithsesi këto nuk ngjisin shumë në opinionin e gjanë, se sa në Lezhë, Shega ka gjurmë edhe në pjesën e peizazhit, që çdo njeri e shikon në ditë, e kemi në sfondin e kalas. Sot Shega ka hyrë në kuzhinë lezhjane me forma të reja që nga ëmbëlsirat deri te gatimet e kripura, duke dëshmuar se tradita mund të bashkëjetojë me kreativitetin. Si lezhjan, mi fjalë kryesisht nga Monon, pothuajse 70% e restoranteve e shërbejmë si aperitiv fillimfare për ta çuar fokusin e klientit direkt tek normalisht tek qerasja, e qerasim gjithë klientët me lang Shegë, më fjalë. Tani do mundum me fut në melcina, por sot ishte një stil tjetër në risotto edhe në pasta, më fjalë. Ishte një stil që njerëzit nuk e pëlqejnë, por është konsumuar pafund. Për kryebashakun e Lezhës, kjo festë është një tjetër mundësi për zhvillimin turistik të zonës. Respekt tek një fruti i cili është simbol tashmë për qytetin ton, siç e shikoni ka dhe i kang të dedikuar, plus kulinaria e cila është një ndër gjërat më serioze që është ndërtuar në këtë qytet në vitet e demokracisë, dhe gjitha bashkë me gjithë shefat dhe kuzhinave nga gjithë Shqipëria, me interes i madh i njerëzve pas një sezoni turistik të suksesshëm ku kulinaria ka spikat në fakt, ka shkëlqyer, ne kemi drejt të festojmë dhe të japim më shumë energji këtij qyteti dhe mendoj se ne atë po bëjmë. Festa Shegës nuk promovon vetëm një frut, por një filozofi jetese të lidhur me tokën, traditën dhe mikpritjen. Shega mbetet simboli i Lezhës, një kujtesë se kur natyra mbrohet, ajo kthehet një pasuri për të gjithë.